do t'i lëmë matan ata, por realisht është një gjë krejt ndryshe, sepse të shohim një bosht apo të themi që do të kemi një bosht kundra Izraelit, tashmë mu më duket sikur na le shumë të dëshirojmë edhe nga logjika e jonë, ose kjo tregon që ne nuk e kuptojmë me të vërtetë gjeopolitikën dhe geostrategjinë e Amerikës, e cila këto sulme që i bën tashmë domethënë nuk është si bani Trumpi, nuk është si bani paraardhësi i Trumpit Bideni, por bazat amerikane në lindjen e mesme, por në të gjithë botën në fakt ka 70 vite, 80 vite që i kanë bërë, pra ato kanë një strategji e cila është strategji hecme për pikë meri, domethënë duke coptuar, duke zvogluar, duke rënuar, duke grabitur, domethënë siç ishte me Madurën apo duke fut në luftë, siç është Rusin për shembull futën në luftë që 4 vjet dhe tashmë nuk po del dot Rusia nga e luftë, edhe pse gjoja ka pretendimet e veta, e kanë futur një qorë sokak, pra kjo është një strategji e Amerikës, ku duke u marrë me bashkën e vetë e shkreta Rusi të gjithë zonat influence që ka pas ish Bashkimi Sovjetik dhe Rusia soshe, pra dhe sidomos Vladimir Putin, tashmë këto kanë kaluar në influencën e Amerikës, pra duke marrë në gjithë Amerikën Latine, pra duke marrë Venezuelen, gjërat më kryesore Venezuelen, Kolombin, Kumba, edhe ato që përkrahen nga Rusia, por edhe nga Kina, të gjitha ato kanë kaluar. Kurse nëse vinë në lindjen e mesme, pra ku tashmë zjarri me vërtetë është shumë djegës, edhe po shtohet dita ditës, valet e atij zjarrit po shtohen dita ditës, edhe po zgjerohen dita ditës, në fakt mund mendoj që janë brenda një strategji amerikane e cila të kemi një bosh tjetër që mund të dalë kundra kësaj, të paktën tani për tani është e pamundshme, ndoshta dekada më vonë mund të flasim ndryshe, por tani është e pamundshme sepse të gjithë ato që paguanin për të mbrojtur, pra për të mbrojtur Amerika, pra siç është NATO, siç është Bashkimi Evropian, e dim se çfarë bëri Amerika me shtetet e Evropës, po ashtu edhe me lindjen e mesme, pra që nga Katari, Kuwaiti, Shtetet e Bashkuara të gjitha tashmë, pra këto 5 ditët e fundit Grisela po sulmohen shumë keq, domethënë aeroportet, po sulmohen e gjitha ato peizazhet, ato rivierat torrallore që janë bërë, domethënë nga Kuwaiti, nga Katari, nga të tjera, pra ato kanë pagu miliarda, në mos gaboj me 3.4 miliarda apo 4 trilion dollar ja dhanë për vizitën e parë që shkoi Trumpi në ato vende, pra në Katar, Arabia, dhe e gjitha e paga, domethënë gjitha e haraqet, thënë në thojze, gjitha e haraqet që është dhënë Amerikës, pra ka dalë prallë, sepse Amerika ka një strategji kreative dhe ne nuk e shohim, nëse nuk e shohim atë geopolitikën e Amerikës, e cila do të jetë është në fakt dhe do të jetë edhe për shumë vite forca e vetme gjeos imperiale në botë, atëherë ne analizojmë vetëm këto minutat e kësaj ndeshjes, por do të shohim edhe pak më para, ndoshta do të shkojmë edhe pak më mbrapa, por do të shohim edhe pak më para, sepse strategjia është për para dhe jo mbrapa. Në këtë aspekt edhe të kemi një grup që mund të dalin kundër, kjo duket e pamundshme, sepse këtu na vërteton edhe vetë përvoja, sidomos e tyne dekadat e fundit, të cilat kishin për shembull BRICS-in, ne kemi pas folur edhe më përpara se bashku do të heqin dollarin, do të bëjnë këtë, ku është BRICS tani? Ku është BRICS në Venezuelë apo edhe në Iran, e cila dihet që sidomos Kina është 20%, domethënë 1/5 ose më shumë e gjithë naftës të botës kalon pra nga ngushtica e Hormuzit, pra nga Irani, e cila tashmë është bllokuar, dhe kjo tregon që askush nuk ka forcën, se kemi një strategji superiore, aq perfekte, saqë nuk lën askënd të tjetër që të bëhen bashkë të dalin kundër këtyre. Dhe këtë do ta shohim këtu. Çfarë do bën Turqia? Turqia në këtë aspekt unë e shoh se do të arrisin të bëjnë asnjë gjë, sepse siç dihet në 67 në mos gaboj është themeluar dhe ish konferenca islamike, tash është bashkëpunimi islamik, e cila asnjë gjë, pra nuk e dim se çfarë për para 30 viteve normalisht apo para 50 vite, por sidomos të 2 vitet e fundit, 2 vitet e gjysmë të fundit, çfarë po bëhet në rajon, e cila ajo organizat, pra që është pjesë e rëndësishme dhe Turqia dhe vendet më peshë muslimane kanë bërë me qëllimin për të mbrojtur pra Kudusin, për të mbrojtur Jeruzalemin, pra për të mbrojtur Gazën dhe Palestinën, por se çfarë bëm të gjitha, pra të gjitha ato që bëjnë gjoja krijojnë një boshtë për të eliminuar fuqinë e Izraelit apo të Amerikës në rajon, kudo në botë, në fakt jo vetëm thjesht në lindjen e mesme, duket që është pa taban strategjik, e cila të ketë një mendje të lirë që të
vazhdoj. Vetmi gjë që mund të jetë kundra Amerikës, që mund të dalë rivale Amerikës, është një bashkim I fortë Angli, Turqi dhe bashkimi Evropian, e cila ata mund ta stopojnë Amerikën, dhe nëse stopot Amerika, Izraeli me sa shoh unë është një vegël dore e Amerikës që kur është themeluar për të treguar botës se kush është Amerika, e cila I shtet shumë I vogël pra që nuk ka asnjë lloj force, po arrin të bëjë gjitha ato krimet dhe jemi të njohur edhe në literaturë, domethënë që asnjë vendim të Këshillit të Sigurimit pra të Kombeve të Bashkuara, asnjë ligj ndërkombëtar nuk njeh ky shtet dhe si ka mundësi, pra kjo është Amerika, do të pa nga gjaja makro për të pasur edhe ato mikrot e vogla, ma tonë mendoj unë. Nuk e di a ta arritë të jap përgjigjen, por kështu mendoj. E qartë. Sokol, nga ana tjetër, kur nisi sulmi pra mbi Teheran, pyetja më e madhe pra përveç se fitoreve ushtarake lindi mbi të gjitha shtytimin e veprimit pra pse Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit, mendon se kjo ishte pra strategjia parandaluese apo nga ana tjetër ka qenë I gjithë një gabim I madh diplomatik? Tashmë duhet të shkojmë tek politikat e Pentagonit dhe të Shtëpisë së Bardhë, e cila e të gjithë lideret e tyre nëse kujtohet ku të paktën të dekadat e fundit kemi parë shumë luftra të Amerikës, siç është Afganistani, Iraku, Siria e të tjera. Kemi parë shumë gjëra ku na jep të tregojmë se si mendon Amerika apo çfarë strategji ka Amerika. Një në radhë të parë duhet të kuptojmë shumë mirë, pra nuk duhet të anashkalojmë që Amerika ka një sistem, pra nuk ka personat. Okej, tash është Trumpi, por ne për shembull Ballkani apo Turqia dhe vendet arabe, Rusia, Kina, ato ne kemi lider, pra nuk kemi sistem, por kemi lider. Pra është një lider, një personalitet I cili bën çfarë të dojë. Por kurse Amerika jo, sepse nëse kthehen pyetjes tuaja ishte për të parandaluar apo për të shtuar, për të lënë derrin maç në dorë Iranit dhe me pranua Irani çfarë donte Amerika, tashmë atëherë ndoshta nuk e kishim këtë mendim, por të paktën tani mund të analizojmë në këtë lloj mënyre që Amerika e ka pas në plan për ta vu, sepse nëse referohemi vetëm dy fjalimeve dhe prononcimeve zyrtare para mediave të Trumpit, të zotit Trump dhe të zotit Rubio, shohim një lojë që bëhet mes tyre, ku e di mirë që sistemi amerikan është tjetër dhe Trumpi është një president dhe Rubio është një ministër, por Rubio tha që Izraeli do e bënte dhe ne u detyruam, domethënë na futi Izraelin te kurse. Nëse e shohim prononcimin e Trumpit, Trumpi thotë që po e bëra unë, të futa unë Izraelin. Pra kemi një atë që ato domethënë sistemi amerikan e bën atë çfarë të dojë dhe pa përvetësuar asnjë gjë. Pra nesër pas nesër kemi shembullin e Irak, pushtimit të Irakut, ku kishte bomba bërthamore, do bënte atë, do bënte këtë, do bënte këtë, do bënte këtë, dhe më mbrapa thanë që ja nuk pas ka asgjë. Kurse nëse referohemi tashmë për Iranin, pra nëse e shohim jetën politike të kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu, ai që në 97, nëse e shohim të gjitha ku janë edhe në internet të gjitha fjalimet e tina, janë që Irani sot nesër po bën bombë bërthamore. Pra është një njëjta retorikë që më duket mua që po na tregohet një prallë që ne atë prallë duhet ta lexojmë, pra ose duhet ta mësojmë përmend dhe pastaj duhet t'i besojmë. Okej, me patjetër që ndoshta atë edhe mund ta besojmë, por nuk është ajo prava që do të tregohet. Ne është një strategji shumë më e madhe e cila me dashje apo pa dashje kjo do bënte. A do bënte tashmë, domethënë pra në 2026, apo 2 vjet përpara, apo 2 vjet mbrapa? Okej, kjo është kur ulen të gjithë gurët e shahut në fushë dhe kur fillon loja. Pastaj koha është gjë tjetër, por që do ishte sepse është vetë sistemi në lindjen e mesme, e cila çdo gjë duhet merret në kontroll. Dhe kjo nuk marrën vetëm thjesht me një pushtim të Iranit, pra nuk marrën thjesht me një pushtim të Iranit, por nëse e shohim edhe këto 5 ditët e fundit, Grisela, e shohim që këtë plagë, pra këtë shkatërrim total që do të ketë, ndoshta nuk do të arrijnë ta rikuperojnë më, nuk e ka vetëm një vend musliman në gjoja që si është Irani, pra që gjoja ka bomba nukleare, po bën këtë, po bën raketat e tjera, por njëjtën gjë edhe ata që janë më besnikët apo se janë fëmijët e joshur të Amerikës, siç është Emiratet e Bashkuara, Katari, Omani e të gjitha, pra ata po marrin plagë shumë të mëdha, ku biles ka analistë qoftë të lindjes së mesme, por edhe të Europës,
që thojnë tashmë shumë shpejt, pra për muaj, disa muaj më vonë do të shohim me gjithat Arabin, pra Kuvajtin, ato gjërat magjike, ato ndërtesat me të vërtetë që lënë mendjen e njeriu të mahnitjes si arrin robe të bëjë këto ndërtesa, këto palmia në detin atyre, ata të ngelin shkretërisht sikur kanë qenë pas viteve 90, e cila kjo është një strategji shumë më e gjerë se sa Irani, por Irani me të vërtetë a do ta ketë forcën këtu që të thojnë stop asajt, do ta shohim, por edhe kjo strategjia që të paktën tashmë po përdor Irani, që na jep të kuptojmë ose të mendojmë krejt qartë që po, Amerika dhe Izraeli me të vërtetë që kanë teknologjinë, kanë informacionin, inteligjencën e kanë shumë të fortë, por edhe Izraeli ka një inteligjencë jashtëmaset e fortë, sepse i bllokoi ku, siç tha Benjamin Netanyahu dhe Donald Trump, që kjo do zgjasë 2-3 ditë, pra nuk zgjat 2-3 ditë, pas 2 ditë u bën 2-3 javë, u bën 4 javë, u bën 6 javë dhe tash flitet për 3 muaj. Pra atash ajo që flitet dhe ajo që programohet në letra në fushë më të tregojë një gjë krejt e tjetër, sepse Irani duhet kuptuar që Irani tashmë po bën një luftë për qenien e tij, për po apo për jo, ku automatikisht nëse referohemi burime paqen e ndë zyrtare normalisht, por këto 24 orë të punit Grisela, të gjitha ato vijnë kufitare, pra vendet repartit ushtarake të kufirit mes Irakut dhe Iranit janë bombarduar, e cila aty tashmë po përdoren përsëri kurdët e Irakut, Sirisë dhe me gjërë që të shkojnë të luftojnë kundër regjimit, sepse nuk dole pritshmëria që populli iranian do të qohë, do të rrëzojnë atë Ajetullahun, e cila kjo ishte një strategji shumë e gabuar e Amerikës, pra ka prit tjetër gjë dhe doli tjetër gjë. Ashtu tash impresin që të ketë një ndërhyrje këmbësore me ushtar dhe do ta shohim në vazhdim, por do të thënë edhe kjo që të gjitha raportimet dhe të gjitha prononcimet media nuk duhet të besojmë krejt kollaj në të gjitha anëve, në fakt jo vetëm thjesht nga Irani, por nga Izraeli, por edhe të Amerikës, sepse dezinformimi, apo mashtrimi, apo gënjeshtra, apo edhe propaganda janë shumë më të rëndësishme se sa vetë ata bomba që hullen në luftë. Për të duhet të shohim pak më analitik, me si themi asaj, domethënë më të paanshëm, sepse informacioni në ditë të tilla është vetë edhe më rëndësishëm se sa arma. Patjetër. Sogol, ndërkaq, nëse ky konflikt pra do të shndrohej në një konflikt botëror, cili do të ishte roli ndërkaq i Rusisë, Kinës dhe nga ana tjetër, a mund ta shfrytëzonte Kina krizën për të forcuar ndoshta kontrollin ekonomik në lindjen e mesme? Jo, unë e shoh krejt në të kundërtën Grisela, sepse gjithë mundësia e Kinës apo gjithë investimet e Kinës dhe të Rusisë kanë qenë në zonat të ndryshme, të globit, në kontinente të ndryshme, në rajone të ndryshme, në shtete dhe ishuj të ndryshëm, ku tashmë më sa e shohim, sidomos jo thjesht vetëm këto 5 ditët apo këto muajt e fundit, por nëse e shohim këto 4-5 vitet e fundit, sidomos që me fillimin e luftës e pushimit të Ukrainës nga Rusia, të gjitha, si themi asa fjalë, janë detyruar të largohen nga ato vende ku kanë qenë influencuese dhe Kina çfarë force do ta ketë tani Kina që të shkojnë atje ku të gjithë ato që e kanë ushqyer Kinën, pra që e kanë ushqyer me të vërtetë me çmime falas, si mund të themi ne, çmime më lirë se sa më marr falas, siç është Brent, domethënë nafta e Venezuelës dhe Iranit, pra që ka bërë marrëveshje për gjysmë shekullore, 49 vjeçare, 99 vjeçare, 15 vjeçare, të gjitha ato kaluan në dorën e Amerikës. Po ashtu edhe influenca e Kinës në lindjen e mesme dhe në Afrikë, në fakt tashmë ka ikë nga dora e gjitha, sepse në lindjen e mesme tash po duket, domethënë që u mbyll edhe ngushtica e Hormuzit, çfarë influencë mund të ketë Kina pas saj. E dyta është që nëse ju kujtohet direkt